Me një sallë të mbushur plot, Teatri Migjeni priti natën e parë finale të edicionit të 31 të konkursit Bilbilat e Vegjël të Shkodrës këndojnë, një traditë e nisur nga mjeshtri indjer Kujtimalia për të promovuar talentet e reja në muzikë. Në këtë natë konkuruan 11 formacione korale të shkollave publike dhe jo publike të Shkodrës, edhe 11 interpretues të këngës qytetare shkodrane. Unë jam i habitur në organizimin e atë parë, shumë e vështirë të mbledhësh 10 vetë, jo më të mbledhësh qindra fëmijë. Dhe ajo që të bën përshtypje është kultura e familjeve shkodrane për të sjellë fëmijët për të kënduar në kor. Fatkeqësisht ne këto i kemi probleme në mbar Shqipërisë, sepse gjithë fëmijët duan të jenë solistë. Fakti që mblidhen dhe kulturohen, se kori kulturohen shumë, mbush shumë mendjen e fëmijëve, është një fitore e madhe për familjet, për ato që organizojnë, bravo i qoftë Qendrës Kulturës së Fëmijëve, për Bashkinë e Shkodrës, dhe duhet thyer në bazë akoma më profesionale, mendoj, ky aktivitet, duke e bërë një festival mbarkombëtar të koreve të fëmijëve të gjithë Shqipërisë. Sigurisht është një iniciativë që meriton vëmendje, meriton respekt. Gjithë të fëmijë që marrin pjesë në këtë aktivitet, performojnë në skenë dhe përveç se sjellin një atmosferë të gëzueshme nëpërmjet këngëve, marrin një forminë dhe një kulturë, një edukat, një eksperiencë që ka vlera për jetën e tyre. Edhe ky publik që i njeh me kaq shumë interes janë prindët dhe të gjithë dashamirësit e muzikës, e këngës për fëmijët. Në mënyrë veçantë meriton evidentim puna që bëhet për ringritjen e traditave të këndimit koral, sepse ndryshe është të kesh iniciativë personale dhe ndryshe është kur arrin të bësh një grup me 50, 60, 70, 80 e 90 vjeç që kishte kore këtu. Prandaj është një tregues pozitiv që po lëviz diçka. Çmimi i parë për formacionet korale ju dha korit të shkollës Zemra e Krishtit, ndërsa në kategorinë e interpretuesve u shpall fituese Mei Hoxha, vetëm 6 vjeçe, ndërkohë konkurrentja më e vogël e këtij edicioni. Po, është e vërtetë dhe jam shumë mirënjohës dhe falenderus fëmijëve në radhë parë shkollës, por edhe drejtoreshës të Qendrës Kulturore Urjeta Kelaj, e cila ka hap dyrë të reja, vizione të reja, dhe ka bërë mujtën që gjithë shkollat e Shkodrës të shpalosin vedin me koret dhe me formacionet e tyre. Një risi që do rritet çdo vit dhe shpresoj që të ketë kualitet. Kur kalon rrugës me nazë si lule zambak, dalu pak e hill masyrit se kam dërë marak. Ja kushtaj? Momit! Gjithë familjes tame, familja janë në zemër tame. Konkursi i zërave organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtimalia do të vijojë me natën e dytë finale, ku do të konkurrojnë fëmijë të klasave nga e para deri tek e nënta, të përzgjedhur nga faza gjysmëfinale.